Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin sonte në kanalin në Monitor TV për t'u njoftuar që në orën 21 do t'jem live këtu me ju në emisionin tashmë të ri të krijuar një podcast që unë do t'a bëj, do t'jemi live për të komentuar ngjarjet më të fundit, Big Brother, përfshirë edhe situatat e tjera. Sonte në orën 21 ju dua të gjithëve të kyçeni në kanalin Monitor TV, live me mua do të qëndrojmë më shumë se një orë nga një studio re, nga një podcast i ri që ne do të vim çdo të mërkur tek ju. Jam këtu për të treguar ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar në fakt lëvizjen më të fundit që ndodhi. I ftuar në kanape DJ Gimbo, DJ më i afërt i Gjestit, i cili foli për rrugtimin e tij, i cili foli për karrierën e tij, një rrugtim që në fakt ishte i ngjajshëm me rrugtimin e Gjestit. Dy miq, dy shok që të vegjël me ëndra të përbashkëta, me dëshira të përbashkëta, me shumë sakrifica, arritën që të bëhen të suksesshëm. Tani dua pak të ndaloj të gjitha ato zërat, të gjitha ato thashethemet që u folën muaj më parë për një djalë që në këtë rast ishte Gjesti, i cili po përdorte mediat, po përdorte dashurinë për qëllimet e tij, për arritjet e tij, për këto thashetheme që po fliteshin lart e poshtë. Ajo që unë mbrëm kuptova nga DJ Gimbo, kuptova që është një vëllai i përbetuar. Kuptova që po i qëndron Gjestit afër dhe që së shpejti Gjesti do të rikthehet në skenë dhe do të jetë afër publikut. Kuptova që sa më shumë sakrifica të kesh në jetë, aq më shumë ti mundesh të arrish dhe aq më shumë Zoti të do ty. Dhe me guxim, me forcë, me besim në Zot ti mund t'ja dalësh. Ajo që unë kuptova që Gjesti ka një lidhshmëri të sinqertë me krijuesin që e ka treguar gjithmonë në Big Brother, që ka folë gjithmonë në emër të Zotit, që i është falendëruar gjithmonë Zotit, është ky fenomeni që DJ Gimbo ishte një gjest tjetër, do me thënë një copy paste. Çfarë bëri mbrëm në intervistë DJ Gimbo? Mbrëm në intervistë DJ Gimbo, përpos se foli me shumë sinqeritet, hapi shpirtin e tij dhe publikut i dha atë mungesën e madhe të Gjestit. I dha atë energjinë të madhe të Gjestit edhe i dha atë pozitivitetin që në fakt Gjestin e ka karakterizuar gjithmonë. Ai nuk dha detaje për Gjestin, ai vetëm tha që kemi një raport të bukur, jemi miq, jemi shok, kemi qenë të vllazëruar gjithmonë dhe të gjitha ato gjëra që u folën për Gjestin, që dolën personazhe, quajtën si mosmirnjohës etj etj, DJ Gimbo i hudhi në tokë me dashurinë për Gjestin. Do me thënë, të jesh i sinqert, të jesh i vërtet, të jesh njëri që nuk shitesh qoftë as për 100 darkë, DJ Gimbo këtë po e tregon sepse një dalje i duhej DJ Gimbos në për televizione dhe mbështeti Gjestin. Ai tha që në një farë mënyrë Gjesti është mirë, do të bëhet edhe më mirë dhe do të rikthehet për hatër të fansave, të ndjeksve dhe të gjitha atyre që e duan. Domethënë ai nuk e tha këtë me fjalë, por e la të nënkuptueshme, sepse energjia e tij, pozitiviteti i tij e dha këtë gjën, e dha këtë përgjigjen e madhe dhe ishte shumë falendërues ndaj të gjithë fansave. Andaj, unë dua të them në këtë video që unë po komentoj atë intervistë, dua të them që të jesh mirënjohës, të jesh falendërues, të mos e hudhësh shoqërinë për asnjë gjë në jetë, këtë e pam vetëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti. Takohemi edhe një herë në orën 21 këtu në kanalin Monitor TV Live.